Kujdes, miq të dashur, dhe shpërnda në këtë informacion sepse është me rëndësi. Situata është në fakt pak kaotike, por Sindikata Verdi ka bërë thirrje që nesër me 27 dhe pas nesër me 28 shkurt të mbahet greva në trafikun publik në mbar Gjermaninë. Po them është pak kaotike sepse në disa lande ka pasur fillimisht informacione se do të ketë greva e në disa të tjera jo, por sot pasdite Sindikata Verdi edhe një herë ka kërkuar që të mbahen greva në mbar vendin. Greva fillon me 27 shkurt në ora 3 të mëngjesit dhe do të zgjat deri të shtunën në mesnatë. Për të qenë totalisht sigurt, unë ju rekomandoj që të merrni informacione edhe në vendet ku jetoni, pra shikoni pak mediat lokale, sepse ka pasur, po e them edhe një herë, informacione se në disa vende ndoshta edhe nuk do të ketë greva. Kjo është në rëndësi, në veçanti për ata që punojnë, sepse firmat shpesh nuk i njohin justifikimet e vonesave në punë për shkak të grevave, jo ka pas autobus, jo s'ka pas tramvaj e tjere tjere. Me rëndësi është natyrisht që kjo të shpërndahet edhe për nxënës, studentët të gjithë të tjerë që duhet të udhtojnë. Se të qoftë, trafiku normal do të filloj me 1 mars që i bjen të dielën në orët e para të mëngjesit. Sindikata Verdi ka kërkuar që tramvajët dhe autobuset lokal të mos qarkullojnë. Ajo kërkon rritjen e rrogave për rreth 100.000 të punësuar në këtë sektor, pra në trafikun publik në rreth 150 komuna. Ndryshe, sindikata ka kërkuar jo vetëm rroga më të mira, por edhe kushte më të mira për punë, ka kërkuar shkurtimin e orareve të punës gjatë javës, ndryshime për turnet e punës dhe më shumë pagesa për punët e natës dhe në fundjavë. Nëse keni ndonjë informacion shtesë, pra ju lirisht mund të shkruani këtu në video dhe mund na informoni edhe ju neve, pra ta informojmë njëri tjetrin se si është gjendja në cilin land dhe në cilin komunë e tjere. Por unë shpresoj që do të arrini me kohë në punë, në shkolla, në studime e tjere dhe se nuk do të keni pengesa tepër të mëdha. Sidoqoftë, ky është informacioni i fundit pra nga sindikatat që kanë bërë thirrje që të ketë greva në mbar vendin. A do të ketë greva në mbar vendin? Nuk mund të them me siguri, por prandaj po them na informoni edhe ju pak se si është gjendja në vendin ku jetoni. Faleminderit dhe mirupafshim.